Historia e Kosovës dhe e partisë tonë flet për njerëzit që nuk u dorëzuan e nuk u ndalën kurrë. Flet për ata që dhanë gjithçka nga vetja atyre për një Kosovë më të mirë. Kam pasur nderin e madh jetësor që ta udhëheq Partinë Demokratike të Kosovës. Ky rrugtim e ka forcu besimin tim se ndërsa nderojmë sukseset e të kaluarës sonë, ne duhet rritemi e të zhvillohemi vazhdimisht për t'u përshtatur kërkesave dhe nevojave të së tashmes dhe të së ardhmes. Këtë e provu në zgjedhjet lokale të vitit 2021 dhe fitua duke marrë besimin e qytetarëve në mas shumë të komuna në Kosovë. Se cili prej nesh duhet filloj ndryshimin nga vetvetja. Si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, unë kam vendosur i pari që ta bëj këtë ndryshim. Prandaj, me bindje të plot, e kam nominuar kandidat për kryeministër Bedri Hamza. Partia jonë është testament i qëndrueshmërisë dhe i guximit. Është testament i punës e i sukseseve dhe për këtë dëshmojnë të arriturat historike të vendit tonë, cilat e bartin vulën e PDK-s. Historia e dashurisë dhe e kontributit për Kosovën vazhdon me ne.